Në vjeshtën e vitit 1912 Kosova po digjej, ushtria serbe po avanconte. Fshatrat po plaçkiteshin dhe Prishtina kishte rënë. Në këtë kaos, dy burra ecin bashk drejt një udhëkryqi historik, Isa Boletini dhe Ahmed Elia. Pas tërheqjes nga Prishtina, Isa Boletini strehohet në Prekaz, në konakun e mikut të tij të vjetër, Ahmed Elis. Atë natë ata flasin gjatë për pushtimin, për dhimbjen dhe për fatin e Kosovës. Atëherë Isa i thot fjalët që do të ndryshonin gjithçka. Ka marrë haber se në Shqipni ashtu e u ban një kuvend i madh, e unë duhna me kan aty, po du që ti me ardh shoq me mua. Të nesërme nisën bashk, por në rafshnaltën e Qubrelit, Ahmed Elia ndalet dhe i thot Isës: duhet të kthehemi Isa beg, qysh po shkojmë në Shqipni, e gratë e fëmijët po i lam ndurë të shkaut. Isa i përgjigjet me shpresë: nuk muj me qëndru më shumë këtu, atje kena me u bashku, e kur të vjen pranvera kena me liru tanë Kosovën. Por Ahmed Elia merr vendimin e tij: ty udha e mbar, e unë po kthehna, nuk mbajnë këmbët me shku ma nej. Isa shkon në Vlorë, ku shpallet pavarësia. Ahmed Elia kthehet në Prekaz, ku pak ditë më vonë bie në betejë duke i mbrojtur bashkë fshatarët e tij nga një sulm paramilitar serb. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.